që sulmi terrorist ka qenë sulm profesional. Hetimet I kemi zhvilluar edhe në bashkëpunim ndërkombëtar me partnerët. Prokurorin publik këtë mos ta merr si personale. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka dështuar që të mbahet seanca fillestare ndaj të akuzuarve për sulmin në kanalin e Iber Lepencit në nëntor të vitit 2024. Krejt kjo pasi që avokati Nebosha Vllajić deklaroi se kërkon përjashtimin e prokurorit të rastit Bekem Kodraleo. Në lidhje me këtë kërkesë, kryetari I trupit gjykues Vesel Ismaili ndërpreu seancën, pasi që I njëjti tha se kjo kërkesë duhet që të shqyrtohet nga kryeprokurori I Prokurisë Speciale të Kosovës. Papi seancën e shqyrtimit fillestar, sipas akuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, e ushtruar kundër të akuzuarve Jovan Vicentijević, Dragisha Vicentijević për veprën penale, rrezikimi I rendit kushtetues me shkatërrimin ose dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, lidhur edhe me veprën penale kryerja e veprës terroriste. Gjithashtu të njëjtit akuzuar, ekziston dëshimi I bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer edhe veprën penale mbajtje në procedurë kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Panderi Jovan Vicentijević akuzohet edhe për veprën penale spionazhi, kurse I panderi Igor Dimović akuzohet për veprën penale mbajtje në procedurë kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Želim da podnesem zahtjev za izuzeće. Të parashtroj kërkesë për përjashtim Postupajućeg javnog tužioca, të prokurorit gospodina Bekima zotri Bekim Kodraleo. Prokurorin publik këtë mos ta merr si personale, sepse kjo është çështje e natyrës principielle. Jovan Vicentijević arrestuar me 1 dhjetor 2024. Vetëm 6 ditë pas kësaj, kam parashtruar kërkesë për mbledhje të provave. I ja kam parashtruar prokurorit publik, I ja kam parashtruar edhe gjykatës. Të dy provat që I ja kam dorëzuar kryesisht asnjë veprim nga provat propozuar nuk është ndërmarrë. Unë kam propozuar që të merren video incizimet e kamerave nga 2 objekte, që të bisedohet edhe më së paku me 4 persona, që të bëhet analiza bazike e stacioneve telefonike, që të vërtetohet nga cilat antena telefonike. Je u kritično vreme Në kohën kritike, Jovan primao signal. Jovani ka pranuar signale. Kjo do të tregonte se ku ka qenë. Në asnjë mënyrë nuk është vepruar sipas kësaj. Janë mbledhur janë marrë vetëm disa incizime të një kamere dhe na janë shfaqur në mënyrë shumë selektive. Nuk është treguar koha e cila është e rëndësishme. Në këtë mënyrë e ka shkelur dispozitën kodit të procedurës penale. E di që ndoshta nuk ju pëlqen hetimi që unë kam zhvilluar në këtë rast, por I njoftoj palët që sulmi terrorist ka qenë sulm profesional dhe ka qenë I koordinuar në mënyrë të përshtatshme. Provat të cilat I ka propozuar mbrojtja e të panderit Jovan Vicentijević, unë I kam analizuar dhe I dëgjova edhe sot. Komunikimet telefonike të panderit Jovan Vicentijević kanë qenë komunikime përmes sistemit të telekomit të Serbisë dhe që ne autoriteteve serbe ju kemi drejtuar 2 herë me kërkesë për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, po përkundër premtimeve të autoriteteve serbe në ofrimin e bashkëpunimit në këtë rast, ne nuk kemi pranuar përgjigjen nga ta. Hetimet I kemi zhvilluar edhe në bashkëpunim ndërkombëtar me partnerët dhe që ne edhe në këtë fazë nuk paraqisim ndonjë relevancë që do të ndihmonin në ndryshimin e këtij rasti. Prokuror pavarësisht këto që I thati, nuk I kontestoj fare, po kjo I bie kompetencë kryeprokurorit special të vlerëson a ka bazë apo jo bazë por aprovim apo reprezentacion kërkesë. Por ne na obligon në dispozita e 42 kodit procedurës penale që me rastin e paraqitjes së kërkesës për përjashtim, me njerë duhet ndërpritet çdo veprim procedural në një çështje juridiko-penale derisa shërtohet merret vendim lidhur me kërkesën e parashtruesit për përjashtim. Kështu që seanca sotme fillestare ndërprehet.